Flota Kuqezi, tifozët ultras të kuqezinjve do të kenë tashmë një shtëpi të re. Nuk ishte se si të mungonte një investim madhor në stadiumin Flamurtari, një ambient dedikuar për tifozët më të zjarrt, për ata që ndjekin skuadrën brenda dhe jashtë fushës së vet, për tifozët që në shi dhe diell janë pranë ekipit, si kundër edhe në ditë të mira e të vështira. Ambient i ri me të gjitha kushtet vendosur në tribunën C, i shtohet luksit të shërbimeve në tribunën qendrore. Inaugurimi u bë nëpërmjet një ceremonie mbrëmjen e të premtes, ku morën pjesë drejtuesit më të lartë të klubit, stafi i ri teknik, futbollistët, tifozët dhe miqtë e dashamirësit e Flamurtarit. Një mbrëmje festive që i bëri të gjithë bashk për krenarin, pasionin dhe dashurinë që ka emrin Flamurtari. Ngjyrat kuqezi janë të shkrira në të gjithë ambientin e ideuar dhe projektuar nga vetë presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi, për të dhuruar tifozëve më besnik të ekipit të grupimit Flota Kuqezi shtëpinë e tyre. Ceremonia është hapur nga drejtori i përgjithshëm për marrëdhëniet me institucionet dhe median në klubin e futbollit Flamurtari, Rinald Bezhani. Në një fjalim emocionues, Bezhani tha se në këtë ambient të ri, Gjaku Kuqezi fillon të rrjedh në atë që quhet bizhuja më e re ansamblit modern të Flamurtarit. Më në fund, Flota Kuqezi do të ketë shtëpinë e saj, jo vetëm një tribun që për herë të parë do të jetë mbuluar, por edhe një ambient ku përpara ndeshjes dhe në pushim të saj të mund të ndihen si në shtëpinë e tyre, me shërbimet që do t'u ofrohen këtu dhe që do të jetë ekskluzivisht për tifozët ultras. Sipas Bezhanit, ky ambient, por edhe mbështetja e madhe financiare e presidentit Sinan Idrizi dhe mbështetja shpirtërore dhe fizike e Flota Kuqezi do të bëjnë që lojtarët e Flamurtarit të jenë të devotshëm dhe të gatshëm, që njohuritë e tyre, si dhe eksperiencën e madhe ta vendosin në shërbim të fanellës Kuqezi për suksese të mëdha. Sot Gjaku Kuqezi fillon të rrjedhë në atë që quhet bizhuja më e re e ansamblit modern Flamurtari. Flota Kuqezi më në fund është në shtëpinë e saj. Ajo që quhet il cuore pulsante, il promovente, kështu që respektojmë dhe stafin e ri teknik italian, ai që do çojë me një hap më përpara drejt suksesit të madh të merituar të Flamurtarit. Krahas Francesco Morieros, një emër i madh i futbollit italian, këtu mezetar si ne tek Leccia përballë, i shtohet dhe Migjiani, një futbollist i madh, Salernitana dhe ai që ka drejtuar dhe në nivelin e koçit teknik dhe vice skuadra nga Salernitana deri te Torino. Janë këta që me këtë asambël të shkëlqyer futbollistësh, të 25 lojtarëve, njëri më i mirë se tjetri, që do ta kishte zili çfarë do lloj roze në Republikën e Shqipërisë, do jetë ajo që është krenaria, ndoshta për investimin më të madh privat, që nga kohë Ismail Qemali deri më sot, flamurin Flamurtari, zëmrën sportive të këtij qyteti. Drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me institucionet dhe mediat në klubin e futbollit Flamurtari, Rinald Bezhani, duke u rikthyer investimit madhor në stadiumin Flamurtari, i cili është ndëruar në një nga më të bukurit fal investimit të Sinan Idrizit, së bashku me tifozët në tribuna dhe me mbështetjen e palodhur të Flota Kuqezi, do ta çojnë përpara emrin e madh të Flamurtarit. Ky ambient i ri do të shtohet ambienteve që ofrohet shërbimeve VIP në tribunën qendrore, por që tashmë një të tillë do ta ketë edhe tribuna C. Futbollistët e Vlorës lozin në një stadium që mbahet me gjithë si motrat e saj mesdhetare, ndoshta pa qenë mas stafës, stadiumi më i mirë dhe më i bukur i Republikës së Shqipërisë. Jeni ju, së bashku me flotën e madhe të këtij qyteti, atë që shkruan krenari, pasion dhe dashuri, e cila do çojë përpara për të rrjedhve, të qiellëve emrin e madh të Flamurtarit. Ta gëzojmë këtë ambient të shkëlqyer që afrohet shërbimeve VIP në tribunën qendrore, atë që tifozët e tribunës C dhe të gjithë stadiumit do ta shijojnë në pushim para dhe mbas ndeshjes. Suksese dhe fat të gjithëve. Zoti na qoftë përpara. Moment emocionues ishte prerja e tortës Kuqezi. Në përbore në përshi, është Flota Kuqezi, çdo stadium këngaj e on, Flamurtari jon kampion. Flota Kuqezi do të ketë tashmë një ambient të ri, ku të gjithë të mblidhen përpara ndeshjeve
dhe në pushim të tyre dhe që do t'jetë pranë tribunës C. Një investim ky, i cili shtohet mozaikut të bukur të stadiumit të ri, të rikonstruktuar, si një dhuratë e bukur për qytetin, duke qenë se skuadra u rikthyer kështu aty ku e ka vendin, në Superligën shqiptare.